ngjarje që ndodhi disa ditë më parë ku jati i një biznesmeni të njohur shqiptar u gjend përballë një hetimi pasi dyshohet se në atë jat u qellua me armë zjarri. Megjithatë, nga hetimet më vonë ende nuk kemi një informacion të saktë se çfarë ndodhi në jat dhe sa persona ishin pasi le të themi dyshimet e para janë që ka pas më shumë persona se që ka njoftuar policia. Ju bëri përshtypje mënyrën se si u menaxhua nga policia kjo ngjarje? Me thënë vete nuk i kam kushtuar një vëmendje kësaj ngjarje se është fare pa vlerë në ngjarje tjera. Ne kemi një person i cili thuhet se po intimidon akoma policinë dhe SPAK-un bashkë edhe institucionet tjera të cilat levrojnë parat tona, si Agasin, të cilin thuhet se kanë dhënë në Bregdet. Mendohet kjo është diku këte nga Qerretja, Kavaja, nuk e di, dhe që arrin të imponoj akoma influencën e tij. Këta tjerët pasaj që ishin jashtë besoj kanë dalë nga vëmendja se po merren me tjerë persona, domethënë. Po kjo tregon që i ka dalë situata nga dora në një pjesë të mirë ka dalë policisë. Pra ata nuk arreston dot as policia, na pas ka marrë statusin e përjetshëm të paprekshmit. Në këtë drejtë kemi rënë ne shqiptarët, po s'paraston as BKH-ja. Kemi kërkuar të ketë forcën vetë operacionale dhe të arrestoj këto në flagrancë që nga presidenti i Republikës dhe pastaj ke presidenti i trusit Lule Lakrës, që është Ergyz Agasi. Edhe këta tjerët që janë trimat e një vendi pa shtet. Se kur kemi arrogancë politikanësh, pastaj dhe qeveritarësh, normal do dalin dhe këta arrogantët e jatëve. Kur të kemi shtet, pastaj do të kuptojmë që do të kemi këto siklete, përveç kësaj vape që kemi nga moti 1, zjarret 2 dhe çmimet e larta 3. Prandaj i kemi ne pështirosur dhe prandaj çoj mesazh dhe këtyre arrogantëve. Jo që pësirën, e një pështirosur domethënë, jeni fundurrina të këtij kombi, që mburreni që kemi kapur shtetin, por që ne nuk ne heqim shpresën që do përgjigjemi një herë mirë, domethënë. Që guxuat me fundurrinllikun tuaj të kapni shtetin dhe të shkoni aty ku nuk duhet shkoni. Dhe të na mbani peng. Po kjo do jetë përkohshëm. Avokati, ke ndjekur zhvillimet në Kosovë ku duket se Albin Kurti po e çon vendin përsëri në zgjedhje parakohshme? Çfarë kam konstatuar duke qenë Albini në opozitë edhe në opozitë është që ka krijuar kultin e liderit ose personalitetit. Gjë që është shumë e dëmshme, ka qenë e dëmshme në Shqipëri, me Berishën sidomos dhe me Ramën. Edhe Rama noton, lundron apo vegjeton atë kultin e tij, tashmë të zverrur domethënë. Kurse Zotëria ka qenë një lider i padiskutueshëm në partinë e tij, pra ajo parti ka qenë parti rreth tij, partia e tij, dhe tashmë shoh që megalomania që karakterizon ata që i bëjnë zmet kultit personalitetit e mban peng vendin. Pra për të nuk ka rëndësi as partia, as vendi, për të ka rëndësi mostia e tij. Besoj se po e kuptojnë edhe njerëz tjerë dhe pse më vones. Pra është një lider karakteristik i politikës primitive të Ballkanit, që akoma s'po hyn në shinat e një mentaliteti modern, ku të kemi ide dhe integritet në raport me ide, besueshmëri në raport me ide, kemi konkretizimet politikave dhe jo thjesht retorik. Pra besoj Kosova tani ka hyrë dhe në atë ciklin si puna e protestës tu që vim për dallë, kemi 70 ditë, po duhet kishim bërë disa hapa. Po të paktën nuk është shuar, tu është e pjesa që ngushëllohemi. Edhe atje kemi politikë që nuk besoj i shërben raporteve në planin afatgjat, raportet e Kosovës me
aleatët e natyrshëm që është radhë parë SBA-ja, pastaj Europa. Nuk e di çfarë ka kurri në mendje, ku ta çojë atë vend dhe në çfarë forme qeverisje t'i lërë trashëgimia të vendi. Nuk është i përfolur deri tani, pavarësisht që thuhet në zë që nuk është pakosure në korrupsion me të tjerë, po kulti individit i tij është shumë problematik. Kosova duhet të hynte në familjen europiane me sistem perfekt, tregon që mund të bëhet, zgjedhjet i ka kodin zgjedhore ka shumë më të mirë se ne, i menaxhon shumë më mirë se ne. Dhe nëse do kishte pas atë kod zgjedhor, do kishte probleme shumë të mëdha se ne. Se edhe ne nga i kod na burojnë gjitha problemet. Por rritja e kultit individit tregon që nuk ka garanci nesër mas kushtetuta dhe asgjë. Avokat, kemi folur bashkë për sigurinë e bankave ose për sjelljen e bankave. Vetëm pak ditë më parë doli një, le të themi, informacion që dy persona, dy ish-punonjës të një banke të nivelit të dytë, arritën që të përfitonin, të vidhin shqiptarëve rreth 200.000 euro te Raiffeisen Bank. Sa të sigurt janë parat e shqiptarëve? Tani ne pam që ata që kishin marrë komplet monopolin e shërbimeve të sigurisë për lidhje me akshin, ku ka ndërthur dhe masha kanë, kuptohet se nëpërmjet akshit janë rreth 97 shërbime mos tepër. Ishte Ermal Beqiri, Ergysa Gasi dhe gjithë tjerët. Njëri më i dut se tjetri. Shumë pak mund të jenë ata që kanë qenë të besueshëm, që kanë treguar që nuk e kanë shpërdoruar ato gjë. Kemi pasur sulme 2022-shin. Ne kanë dalë dhe emrat e agjentëve tanë të shërbimit sekret. Kjo është përfaqe e zezë, është turp dhe humbje e madhe për ne. Edhe shumë dhëna të tjera të qytetarëve. Edhe sistemi Teams në prek. Në këtë vorbull mund të jetë ngre pa prekur dhe banka. Megjithatë, unë e di që ka pas disa probleme. Unë vetë personalisht kam bërë një publikim të caktuar para disa muajsh, ku kisha rreth në të kartën e rrogës një 80.000 lekë të reja. Të nesër shoh disa mesazhe që më vijnë, që janë kryer transakcione, edhe shoh veten përveç atyre parave dhe me një 2 milion lekë të vjetra në borxh. Nuk e di se si funksionojnë ato karta, që karta e punës nuk mund të marrësh borxh, mbaron dhe aty dhe s'përgjigjet më. Karta e rrogës. Pra, është e rregulluar për 2-3 ditë, 4 ditë se mbaj mend. Problemi ishte që nuk përgjigjeshin dhe kjo krijon panik. I këshilloj të përgjigjen kur i marrin njerëzit, se nuk i marrin kot. Mund të kenë pasur punë, po duhet përgjigjen, ta gjejnë vetë mënyrën se si organizohen. Se mbi të gjitha ka njerëz që tek ato karta rrogës kanë shpenzime. Nuk do presin një javë të u vinë këtyre më të kokës që njerëzit të shpenzojnë kur duhet në momentin e duhur parat e tyre. Pra krijon kosto. Dhe pastaj të krijon siguri. Normal, kur ka raste të tilla mund të ketë dhe jashtë, unë kam dëgjuar dhe jashtë, prandaj nuk po e bëj kaq të madhe. Por ato gjejnë si investojnë në sistem dhe rrishin sigurinë. Mbi gjitha bankat fillimisht kanë dalë për siguri garanci. Ai që linte disa para në bank, paguante që ato të ruheshin. Tani banka ka kaluar në krahun tjetër. Të paguam pse sa parat e tua investon. Edhe aty ku investon duhet të ketë analizë risku që të investojë sigurta. Dhe të mos kemi pastaj epideminë e Lehman Brothers me 270 banka, ku luaj gjithë tregu mortgage në USA, dhe që falimentuan pastaj në rresht edhe e vunë në krizë të gjitha treg në Amerikë, po edhe një treg të madh bankar. Edhe me shoqëritë e sigurimeve. Pra duhet të ketë, unë di që punohet pa pushim, domethënë nuk pushojnë këta që projektojnë në sigurinë bankare në kode të ndryshme në rrjete etj etj. Pra gjithmonë investojnë edhe tek programet, edhe tek stafi që merret me atë punë. Edhe duhet të kenë një mënyrë sigurie që të kenë sa më pak problematika të tilla. Por nuk është po nga njerëz dhe pashmangshëm, domethënë. Ecin një hap përpara të tjerë. Ka qenë nga brenda sistemit, kjo tregon që s'kan qenë nivel e duhur në lidhje me rekrutimin.
edhe me supervizimin e punojnësve të tyre. Çfarë të resh do të kemi me ardhjen e një ambasadori me profil ushtarak? Mbi gjitha mendoj që do të vijë në funksion të geopolitikës, domethënë, politikës madhe amerikane në rajon. Pra, ne kemi dy vatra të mëdha konflikti, një në veri edhe një në juglindje, një veri lindje, një juglindje, Ukrainë dhe Izrael, lindjen e mesme. Besoj se detyra parë një ushtaraku këtij kalibri do të jetë në funksion të politikave të mëdha amerikane lidhur me këto konflikte për këtë moment. Dhe me atë qasjen politikën e brendshme që të mos kemi destabilitete dhe problematika në këtë zonë që është vija e dytë e këtij teatri të këtyre ngjarjeve të mëdha që po ndodhin. Pra dihet që ushtarakët e lartë e kanë një edukim lidhur me edukim përgjithshëm gjeopolitik, domethënë, lidhur me vendet ku shkojnë shërbejnë, tani ka dhe stofin e diplomatit, i cili i bashkangjitet atij të ushtarakut. Kështu që do të jetë, besoj të dyja funksionet do t'i ketë, domethënë. Do t'i shërbej dhe kapaciteti i tij si ushtarak i lartë, por do të jetë një diplomaci në shërbim të këtyre qëllimeve që kanë, të mbrojtjes së interesave amerikane këtu. Pa neglizhuar pastaj pjesën tjetër që do të kemi një rigjallërim, një rizgjim, do të shohim me këtë do t'i bëj kontaktet e para, do të kemi mesazhet e duhura besoj në fillim, dhe mendoj që do të jetë pak më i prerë si diplomat edhe pak më i butë si ushtarak, domethënë. Pra do t'i ketë brenda, do të ketë më shumë qëndrim ushtaraku në raport me stofin e tij si diplomat, edhe pjesa ushtarakut do të zbutet pak nga qenia diplomat. Si u duket kur kanë kaluar më shumë se 2 muaj nga kjo protesta, mendoni që me ardhjen e shtatorit do të ketë një ringjallje të, le të themi, numrit dhe protesta do të vazhdojë siç filloi? Në këtë moment protesta ka një merit që nuk është shuar pa marrë fitoret e para, domethënë, se njeriu kur proteston dhe ulet vetëm kur të arrijë një fitore. Besoj që ka problematikat e saj, se nuk ka organizimin që mund të ketë një parti politike, një grupacion tjetër qeveritar, jo qeveritar. Pra është një protestë cilën e ka mbledhur aty pakënaqësia e njerëzve të papërfaqësuar, po t'i bjem shkurt, në këtë jetë, jo vetëm shqiptarët e Shqipërisë, jo vetëm këtu pra, po edhe shqiptarët që janë jashtë diasporë, të cilët po e shohin me vëmendje këtë protestë dhe po bëjnë përpjekjet e tyre në sa diun edhe për të krijuar formacione politike. Sidoqoftë, protesta ka një merit që nuk është shuar, pra pa marrë një fitore nuk mund të kthehesh i humbur edhe t'i thuash shqiptarëve nesër që edhe protesta nuk vlen, pra këtu ka një merit. Pastaj se çfarë duhet fitojnë fillimisht, ato vlen për të diskutuar. Dhe besoj që duhet të bëj korrigjimet e duhura në lidhje me organizimin. Saç kanë disa merita, kanë dhe disa pasaj kusure, pasi duhet kishin tani, duhet ishte tribune një mendimi politik, mund të ishin mendime të ndryshme politike, pra unë parashikoj që aty ka njerëz që kanë dhe mendime ndryshme politike, por që të bashkohen në atë që të kemi një luftë kundër korrupsionit, arrogancës, për zgjedhjet e lira, për ato dy ligje që donin që u bën sebeb për dalë, edhe paketa maleve për investitorë strategjik, edhe ligje tjera që janë në kundërshtim total me interesat e vendit dhe të popullit. Pra duhet të ishim, besoj, edhe më të qartë, duhet të kishin një kalibrim të dur. Aty nuk kemi parë që
është një elit realisht e cila të bën për vete me qartësinë e mendimit, pra nuk i është lënë vend asaj elite, me sa shohun, e me sa kam dëgjuar, por ka një entuziazëm i cili buron realisht nga që quhet protestë brenda shpirtit të njerëzve të cilët janë ngopur me lukë zbrazur, me arrogancë, edhe me shumë, me gojën plot penalitete tjera që nuk trajtohen as nga sistemi i drejtësisë, as nga politika dhe për cilat njerëzit tani janë të detyruar të dalin rrugë. Për mua është një protestë edhe ndaj sistemit të drejtësisë që nuk po vepron. Ata nuk po e kapin, po është një protestë i gjithë sistemit, përfshirë në sistemin e drejtësisë, i cili ka rënë fatkeqësisht në një lloj letargjie. I është rikthyer metodës vjetër, të riqën hije edhe mos u përball, jo më t'i parapri, se atë ka vlerë edhe zbatimi i kodit penal e procedurës penale. T'i parapri me ndëshkimet që jepen, me trajtimin me drejtësi që i bëhen çështjeve ndryshme, t'i paraprit keqes, po edhe mos i shkojë në kohën e dur pas faktit kryer, kjo është e rëndë. Kështu që mendoj që protesta duhet të kthehet në tribunë tani politike, pra mendimi politik shoqëruar me energjinë dhe solidaritetin e shqiptarëve, pavarësisht që mund të kenë dallime, po të kenë dallime të paktën në atë që quhet e ligjshme. Kjo protestë është një protestë e njerëzve të ligjshëm që fatkeqësisht janë të papërfaqësuar kundër paligjshmërisë që ka kapur pushtetin dhe politikën.